Mirë, me mua në program bashkohet gazetari Ardit Rada nga javanews.al. Ardit, mirë mbroma, kënaqësi që je me mua drejt për drejt në ora e fundit. Faleminderit për ftesën. Ardit, besoj se edhe ti e ke ndjekur, Saliani sot në Real Story tha se problemi i opozitës nuk është e bojkoti, por te paqartësia e strategjisë leadershipit, ndërkohë që gjithashtu Saliani theksoi se Berisha së fundmi po përjashton antarët të cilët i bashkohen foltoreve të tij, dhe ky është një nonsens politik, pasi duhet të ndodhte e kundërta, lista e antarëve të hapej dhe të zgjerojë madje edhe me simpatizant të Partisë Demokratike. Por çfarë mendoni ju se do të sjellë lëvizja Saliani brenda Partisë Demokratike? Praktikisht lufta që ka nisur Ervin Saliani është një luftë personale që edhe pse i vjen në funksion demokratizimit Partisë Demokratike me kërkesat e tij, në fakt është një betejë që ai e nisi i gjendur krejt papritur mbas burgimit një vjeçar, pa asnjë post në Partinë Demokratike dhe mbi të gjitha pa asnjë mundësi kandidimi në emër të Partisë Demokratike, për aq kohë sa figuron si i dënuar edhe ka ato penalitetet për 5 vite të ardhshme etj që parashikon ligji për personat e dënuar me vendim të formës prerë. Por akuzat ndaj Berishës duket se janë të fokusuara tek organizimi i Partisë Demokratike, sesa tek, si thua, janë të fokusuara ke raportet e PD-s me elektoratin e saj, sesa tek raportet e PD-s me aleatët dhe me qytetarët dhe me votuesit e vërtet në këtë vend. Që do të thotë që nëse Saliani ngre pretendimet për antarësinë e Partisë Demokratike, kjo është një çështje që ai duhet atij për nesër, pas nesër, kur të ketë votime në Partinë Demokratike. Por nëse Saliani do të ngrente një çështje siç është kodi elektoral, Partia Demokratike nuk bën asnjë përpjekje për ta ndryshuar këtë formulë zgjedhjes së parlamentit, apo nëse do ta kritikonte Partinë Demokratike pse nuk është e sinqert me aleatët, apo pse nuk e sheh një qeverisje të nesërme në bashkëpunim me aleatët si para vitit 2013, por kërkon të eci në gjurmët e këtij pushteti absolut, siç e ka Edi Rama, pra me këtë shumicë ku si duhet askush, këtu pastaj çalon puna dhe kjo është ajo që i duhet të shpjeguar Partisë Demokratike nga dikush, që së pari i jep shembullin personal si subjekti i dytë politik në këtë vend, që kërkon realisht ndryshimin. Dhe ky ndryshim nuk kërkohet as me forcë, as me molotov, sepse kanë provuar, kanë arritur demokratët deri atje sa kanë marrë edhe tanket në këtë vend, edhe nuk e kanë ndryshuar dot sistemin, e jo mo ta ndryshojnë me fishek zjarre 2000 lekëshe të blera tek tregu çam. Duhet të jenë sinqert dhe duhet të jenë përgatitur dhe duhet të jenë të prerë dhe i kanë pasur të gjitha mundësinë, sepse unë këtu në këtë studio e kam thënë që në shkëmbim të kërkesës së Edi Ramës, Fjallabia, një hipotezë, i cili thotë që parlamenti ta bëjmë 100 mandate dhe kjo kërkon ndryshim kushtetues dhe kërkon votat e PD-s, në shkëmbim të kësaj kërkese të buruar nga mazhoranca, nga ana tjetër Partia Demokratike mund të diktonte diçka në kodin elektoral që ta bënte pak më demokratik procesin e zgjedhjes së parlamentit. Ardit, pse duket sikur Berishën po e frikson Saliani? Unë dua të theksoj që një nga pikat e forta të Berishës në Partinë Demokratike është baza e kësaj force politike. Por mendoni ju se në këto momente pikërisht është Saliani ai që po i lëkund bazën e Partisë Demokratike? Unë nuk di që Partia Demokratike të kenë ndonjë bazë aq të fortë sa të krijoj 2-3 valë në lëkundje. Unë di që Sali Berisha nuk e frikson lëvizja e Salianit, nuk i rrezikon karrierën e tij personale. Keni parasysh deklaratën e vet Salianit, po edhe të Ilir Ali Mehmetit, i cili e ndoqi në 2-3 takime dhe pastaj humbi, që kanë deklaruar se këtu nuk bëhet fjalë për karrierën e Berishës.
keni parasysh pastaj edhe një analizë tjetër që unë kam bërë po prapë ke ju, ku ja u kam thënë që ditën e parë që Saliani nisi këto takime, se synimi i Salianit nuk është njëshi, po është dyshi i PD-s, ose në rastin më të keq treshi. Pra, nga i gjithë kjo lëvizje preken nga Zment Bardhi dhe Flamur Noka si njerëzit mbas Berishës në PD, në grup parlamentar, apo në kryesi, apo në struktura të tjera. A ka drejt Saliani ta bëjë këtë luftë? Sigurisht që po, sepse është personazhi i cili ka bërë burg dhe e përkthen si burg politik, pra, po ta marrë Berisha se ka qenë politike i gjitha, siç thot Berisha, duhet i kishte bërë vend Salianit brenda Partisë Demokratike, duhet kishte bërë luftën me drejtësinë edhe për Salianin, siç e bën për veten e tij dhe për fëmijët e tij. Dhe në këto rrethana Saliani është në drejtën e tij të kërkojë, si thua, një pozicion dhe një post në brenda PD-s, aq më tepër po t'i shtojmë kësaj kërkese dhe ambicie politike faktin që arrin të mbledh në përsalla me qindra njerëz dhe janë të njëjtat salla ku Berisha bën mitingjet elektorale dhe është e njëjta pjesëmarrje si në kulmet e Berishës, ashtu edhe në rutinën e Salianit. Ju thoni Ardit që Saliani synon numrin 2, pra vendin e Gazmend Bardhit apo edhe të Flamur Nokës, por nga ana tjetër vetë Saliani u duk ndoshta i qartë që synimi është pikërisht leadershipi i kësaj force politike dhe u duk sikur tha që dakord Partia Demokratike mund Partinë Demokratike mund ta qeverisësh ti, i tha Berishës, por ama unë kam kohën e dur, pra kam kohën në dispozicion për të pritur që edhe nëse ti do largohesh, atëherë këtë vend ta zë unë. Nuk e di, mendoni ju se vetë Saliani është i qartë në synimin e tij? Lufta emergjente e Ervin Salianit është që fjalët e tij dhe tezat e tij të hedhura në publik dhe në takimet me demokratët zënë vend në PD. Dhe çdo sukses i Partisë Demokratike në të procesin e fazës protestave apo të riorganizimit mbas humbjes në zgjedhjet e vitit kaluar, ti njihen atij si teza fituese dhe si tezat reformuese të Partisë Demokratike. Biles pikërisht sot tek emisioni i kolegut Sokol Valla, Saliani deklaroi dhe tha se protesta para kryeministrisë në thelb është produkti sallave të tij. Pra, u desh të dilte Saliani në përrethje që do të ndërgjegjësonin demokratët dhe të vinin dhe të merrnin pjesë në protesta dhe të mbushnin sheshin e Sali Berishës. Mesazhet për Berishën janë një tjetër çështje dhe janë një çështje sigurisht për të mbrojtur status quo-n ku është futur Saliani, pra për t'i thënë se pavarësisht se unë mund të arrij numrin 2 apo 3 në PD apo 4, unë prap kam ambicie të mëtejshme brenda Partisë Demokratike dhe nuk dorëzohem me kaq. Dhe nga ana tjetër është një retorik ose një deklarat për t'i dhënë seriozitet edhe profilit tij, një seriozitet i cili i mungon, një staturë e cila i mungon për ta parë si kryetar PD-s, po duke thënë ai si ambicie e përforcon, kështu që neve do na duhet ta shohim edhe si një kandidat mundshëm përballë Berishës. Ndërkohë që më parë në Partinë Demokratike ishte e qartë se kush ishte Benjamini i Berishës, ishte Basha, ndërsa sot duket sikur nuk e kemi një të tillë pasuesin e Berishës. Nuk e di pse mos të jetë Saliani. Dëgjoj, Saliani nuk ja mohon njeri drejtën që të jetë. Problemi është që ai e Berisha këtë pozicion Saliani. Në Partinë Demokratike kanë tentuar her pas here për hir të vërtetës Partia Demokratike ka zhvilluar zgjedhje për kryetar dhe ka patur disa kandidatë të cilët që kur kanë hyrë në garë kanë qenë të bindur për farsën e garës që do të zhvillohej, dhe kur ka përfunduar gara prapë është faktuar nga emisionet investigative kryesisht se si kanë mbushur kutit dhe se si kanë plotësuar proces verbale në favor të Berishës apo të Bashës dikur,
Por këta njerëz cilët kanë patur ambicie reale dhe kanë besuar se kanë patur një mbështetje të rregull përfundimisht nga Partia Demokratike. Kështu që ne sot e kemi pak vështirë të shohim një garë me disa kandidatë brenda PD-s aq më tepër për kreun e Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, unë nuk kam zor ta them dhe ta ripërsëris këtu tek ty që ka njerëz mbi Berishën Partinë Demokratike dhe në karrierën e Sali Berishës. Dhe janë fëmijët e Sali Berishës, të cilët e mbajnë Berishën atje në krye të Partisë Demokratike si mumje për të trembur. Të gjithë ata që synojnë të prekin apo që prekin bizneset e tyre dhe familjet e tyre apo mirëqenien e tyre, jo familjet, po mirëqenien e familjes tyre, dhe nga ana tjetër janë ata të cilët do të caktojnë nesër pas nesër ndoshta edhe pasardhësin e Berishës për të mos thënë që do dalë nga ata vetë. Dhe kur unë kam hedhur këtë tezë këtu tek ora e fundit, ndodhi që pas 3 ditësh u deklarua kandidat për Bashkinë e Tiranës, pikërisht njeriu më i afërt apo punojësi i djalit të Sali Berishës në atë maskën e të pavarurit dhe pastaj mori në mbështetjen e Berishës. Kështu që kuptoni dallimin e madh. Berisha midis dy zjarreve. Partia Demokratike ka një debat periferik ndonjëherë në kryesi për çështjet e pjesëmarrjeve në komisione apo jo. Një debati që ai i shpërfill dhe nuk i ngren pesh karrierën e tij në jetën e tij apo në përditshmërinë e tij, ka një debat tjetër atje në familje se ç'do bëhet nesër pas nesër, sepse askush nuk mblidhet, hajde tani të presim orën biologjike kur ti gështim, por sigurisht që e kanë dhe këtë shqetësimin ç'do bëhet me Partinë Demokratike. Berisha si një ish antar i Partisë Punës që në vitin 1968, si një sekretar i Partisë Punës, e ka atë eksperiencën që nuk i duhet besuar partia Lulzim Bashës apo të ngjashmëve të tij, siç bëri Enver Hoxha me Ramiz Alinë dhe kështu me radhë, që Berisha i ka shembuj dhe i di më mirë se ne se ka qenë atje brenda kur ne nuk ishim fare. Por ama ardit në 10 shkurt, Berisha është betuar se do rëzoj Ramën në protestën e radhës, gjithashtu do arritë marrë edhe qeverinë teknike, dhe nga ana tjetër do ndez madje edhe shpresën e qytetarëve në Shqipëri. Por, po të shohim vetë Berishës, vetëm pak ditë më parë, i fikën mikrofonin në Strasburg. Pra, le të themi kemi një situatë politike paksa të kompleksuar. Brukseli bojkoton Berishën. Partia Demokratike vetë nuk është e qartë nëse do i bojkotoj reformat, është e pavendosur, ndërsa qytetarët nga ana tjetër bojkotojnë protestat e Berishës. Dhe vetë Berisha thotë se do të ndez shpresat e qytetarëve, apo jam unë shpresa e shqiptarëve. Por, Ardit, andizen shpresat e shqiptarëve me Molotov dhe fishek zjarre kineze? Tani, kjo nuk ka rëndësi në kuptimin e taktikës, ne kemi thënë edhe unë mbështes praktikisht një propozim të një deputeti në parlament që dhe këto Molotovët përfshihen armët luftarake. Molotovi vetë është shpiku nga finlandezët në luftën kundër sovjetikëve dhe është quajtur Molotov nga ish-ministri i jashtëm sovjetik si kundër përgjigje, është një shishe me benzin me një fitil i cili të hedh në erë, dhe ne kemi parë shpesh atje ngjarje ku protestuesit kanë djegur njëri tjetrin, i kanë hedhur benzin njëri tjetrit, edhe është dashur ndërhyrja policisë që t'i fikë edhe t'i shpëtoj jetën. Tani, unë nuk e kuptoj se si mund të ngjallet shpresa, sepse praktikisht revolucionet dihet që nisin nga pakica, jo nga shumica. Shumica, kur është shumicë, shkon merr pjesë në zgjedhje. Kjo është e vetmja partia e cila nuk guxon të bëjë as revolucion me pakicën që ka, është e vetmja parti që nuk beson as se ka një shumicë, se po besonte që ka një shumicë, do kërkonte zgjedhjet parakohshme dhe nuk do kërkonte pushtet në tavolinë me qeverira teknike edhe me molotove, me fishek zjarre, dhe nga ana tjetër që ndalemi tek ngjarja e Strasburgut, meqense unë s'kam patur mundësi ta komentoj dhe praktikisht e kam ignoruar, ajo ishte një ngjarje shumë e turpshme, sepse Berisha teksa fliste jo vetëm që i pren fjalën në Asamblenë e Këshillit të Evropës, po vetë drejtuesja, spikeri e Asamblesë i tha
që nga ky moment tha nuk keni më mikrofon, nuk keni më përkthyesta, mund të flisni çfarë doni në gjuhën tuaj dhe ai fliste me vete. U përpoq ta kamuflonte në Tiranë përmes një konferencë për shtyp, ku tha se unë e dija që do ma prisnin fjalën, se fakt fjalën ma prem se vetëm 2 minuta lejohet, jo më shumë. Tani këtë standard ky njeriu nuk e zbaton në Asamblenë e Këshillit të Evropës, nuk ka për dihet që nuk e zbaton as në Vendin e Shqipërisë. Dhe më e rëndësishmja është që Bashkimi Evropian për herë çuditërisht, për herë vetme, për herë vetme në histori është unanim në vendimin për të antarësuar Shqipërinë. Dhe i duhet tani të shkoj Berisha atje si i Rogerti i Big Brotherit. E kuptoj që vetëm vjedh vrerë, vjedh ditën, edhe të shih me shpresën që mbase do t'i ngjisu ndonjërit këtu, edhe do më rri pranë edhe do bëhet mik me mua, kur gjithë Europa thotë që hajteni dhe bëhuni antar në 2029 në familjen europiane. Partisë Demokratike i ka munguar historikisht guximi dhe këtë e them me kompetencë sepse e njoh historikun nga 92 e tutje, i ka munguar guximi që të shprehet hapur nëse është pro-perëndimore apo anti-perëndimore. 3 ambasadorët e fundit amerikan i ka masakruar Partia Demokratike në Shqipëri. I ka thënë fjalën e fundit, ja ka thënë të parën, nga Withersi te Arvizu, te Jurikimi e gjithë me radhë, pa i marrë tjerët më përpara. Nga ana tjetër, në raport me Bashkimin Evropian, ta që shkojnë dhe deklarojnë se Shqipëria është çerdhja e krimit organizuar, çerdhja e trafikut, e narkoshtetit dhe gjitha me radhë. Duhet deklarohen më zotëri dhe thonë, ne jemi parti euroskeptike dhe nuk ka asgjë të keqe, merr mbrapa ata njerëz që janë kundër antarësimit të Bashkimit Evropian, shpjegoj çfarë humbi po të shkojnë Bashkimin Evropian, çfarë detyrimesh kanë, çfarë ashpërsimit të ligjeve dhe të kodeve kanë, dhe mbase i bind. Por edhe kështu me 2 porta që në Tiranë edhe në Brukseli anti-Shqipëri dhe Tiranë pro-BE, nuk shkon edhe nuk ngjit. Ardit, dua të flas edhe për një tjetër ngjarje shumë të rëndësishme në fakt. Si e shikni ju faktin që gjykata kushtetuese ka kërkuar kohë për dhënien e vendimit lidhur me padinë e kryeministrit për sa i përket pezullimit të zëvendës kryeministres? Po praktikisht unë nuk shoh asnjë vonesë në raport të vendimit të gjykatës kushtetuese, përkundrazi. Është një gjë shumë e mirë kjo që ka ndodhur, që qeveria ka dërguar në gjykatë kushtetuese një rast të tillë, sepse në fundit neve duhet krijojmë precedent për ditur çfarë ndodh më vonë. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se deri ku arri gjyqësori, deri ku arri qeveria në raportet e pushteteve, sepse kemi patur dyshime dhe me ç'duket kjo drejtësia reformuar e ka përcyer atë rolin e qeverisë edhe të shumë organizmave tjerë, institucioneve tjera. Unë besoj se gjykata kushtetuese do jap një vendim pro qeverisë, sepse logjika më çon drejt kësaj zgjidhje, sepse në të kundërt pastaj merrni parasysh një rast hipotetik, sigur të çmendet një prokuror atje në Dipër, edhe të thotë nga përgjimet e 2 kriminalëve në qarkun tim, është përmendur Edi Rama në bisedë, kështu që unë kërkoj pezullimin e Edi Ramës, t'ia çoj gjykatës së Diprës, gjykata e Diprës ta miratoi për shkak sepse edhe pse s'është në kompetencë prokurorit të rrethit, derisa të shkojë dosja në Tiranë te Spaku, Edi Rama mund t'i prishi provat, kështu që të marrin vendim dhe të pezullojnë kryeministrin. Tani, nëse kjo ndodh për kryeministrin vaj hallit, pastaj për ministrat dhe për gjithë, dhe ne pastaj duhet ngelemi në dorën shtetit, duhet ngelet, si thuash, në dorën e Blendi Klosit dhe ta pyesim kë mendon ai nga PS-ja që të jetë kryeministër mbas Edi Ramës rreth rrethana të tilla. Duhet të kuptojmë që gjykatës kushtetuese nuk mund t'i bëhet presion dhe nuk mund t'i kërkohet shpejtësi në marrjen e vendimeve. Përkundrazi është gabim shumë i madh nëse gjykata kushtetuese, jo për këtë rast, po për një rast civil, për një rast për çështje prone, për 3 metra tokë, nuk mund të shprehet gjykata kushtetuese kur të doj Sali Berisha, apo kur dua unë, apo kur do Edi Rama. Sepse gjykata kushtetuese merr vendime etike,
merr vendimin përfundimtar. Për Sali Berishën u deshën 8 muaj të merrte vendim gjykata kushtetuese për arrestin shtëpiak, për pretendimet që kishte Berisha. Dhe mori vendim pro Berishës dhe nuk e diskutoi njeri fare a kishte gabim apo kishte drejt gjykata kushtetuese. Por nuk mund t'i thuhet gjykatës kushtetuese, na sollëm çështjen fund nëntorit, na u shpreh pakti për 1 javë, për 2 javë, për 3 javë, se mezi po pret Gazmend Bardhi të mbledhë këshillin e mandateve. Sepse këtu bëhet fjalë për radhë parë për karrierën politike të një personi, ki parasysh që këtu politikanët lindin me cen, pra edhe ti je shikulluar këtu je me cen, jo më të marri dhe një vendim gjykata kushtetuese, dhe kur të marri fjala bie zonja Balluku të drejtën, gjykatët ndërkombëtare drejtave të njeriut në Strasburg e gjitha me radhë, edhe të vi këtu me vendimin e pavajësisë, edhe me vendimin që heqat pezullimin dhe rrëzon gjykatën kushtetuese, me detyrim kthimi në detyrë, se ndoshta atëherë ka ardhur Berisha, kështu që në këto kushte unë mendoj që kushtetuesja duhet lënë të bëjë punën e saj, nuk ka asnjë nxitim, nuk ka asnjë rrezik prishjesh provash, nuk ka prova, nuk ka akuzë për korrupsion mbi të gjitha mbi Ballukun, dhe kështu që çdo gjë tjetër pastaj dhe çdo kërkesë ushqen vetëm debatin politik që kërkon të nxjisë opozita. Ardit Rada, të falenderoj, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit.